Kvihen dhe ngrysen me frikën e shembjes së banesës. Duket se ky është fati familjes Malaj në fshatin Paftal të njësisë administrative Sin në Berat. Shirat e rrëmbyeshëm të ditëve të fundit kanë sjellë shkarje të tokës mbi të cilën 35 vite më parë Vasil Malaj ndërtoi banesën. Muret janë qarë. Tavani po ulet, ndërsa bazamenti ka pësuar dëmtime serioze. Krisjet e mëtejshme në strukturën e banesës dëgjohen si paralajmërim shembje. Muri kryesor. Nga jashtë edhe këtu brenda. Ka marrë fill këtu, ecën dhe deri te cepi i murit atje. 70 vjeçari Vasil Malaj dhe bashkëshortja e tij, të vetmen të ardhur, kanë pensionin me të cilën nuk sigurojnë as gjërat e domosdoshme. Demi sapo siç po e shikoni edhe vetë që është shumë i madh. Nëse ndodh. Që ndodh vetëm në lagështi e tepërt. Kemi ngelu në vend numëro pa një ndihmë. Unë jam në pension tash. Marr 93.000 lekë. 105 apo 115, nuk e di sa është arritur gruas tash. Me këto para ne vim për qark. Dy bashkëshortët tregojnë se kanë kërkuar ndihmë, kanë shkuar komisione verifikimi, kanë konstatuar dëme dhe rrezikun që u kanoset, por deri tani asgjë më shumë. Teksa presi një vendim zyrtar, çifti i të moshuarve kalon netët pa gjumë, me frikën se shtëpia e ndërtuar me mundin e jetës mund të shembet nga momenti në moment.